أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cilë në begatojnë të mirat të shumëta salatet, selamet, qofshin bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shumët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft të gjithëve të cilët keni ardhur. Allahu subhanahu wa taala ju dasht. Shpresojmë dhe besojmë se ardha juaj këtu është vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vetëm për hir të vëllezëllokut dhe dashurisë që kemi për Allah, e ata të cilët duhen për Allah, I don Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët bashkohen dhe duhen për Allah, Allahu Gjelle Gjelaluhu u jep vende, grada të veçanta ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala I ka privilegjuar që ata që duhen për Allah nuk janë të kënaqur në ditë gjykimit, në qoftë se një grup futën në xhennet e një grup në xhenem, nuk rinë rahat derisa ta lusin Allahu subhanahu wa taala edhe t'i thonë ikhwanuna, vëllezërit tam kanë fal me neve, kanë agjëru me neve, kanë punu me neve, sot nuk janë këtu, e lusin Allahun që Allahu t'i nxjerr prej zjarrit të xhenemit t'i futën në xhennet. E kanë thonë dietarët, shtoni sa të keni mundësi vllazni për Allah, që I doni për hir të Allahut, që ju duan për hir të Allahut, për shkak se kjo ka bereqet dhe begati të shumta. Dietarët e kanë cek në muajin e Ramazanit që besimtar duhet ta kuptojnë Ramazanin si një shkollë, si një medrese. E na e dim që në çdo shkollim që futen njerëzit, në çdo cikël të shkollimeve, pak a shumë dalin me njohuri të reja, apo ata që e kryjnë shkollën fillore, dalin me disa njohuri për shkollës fillore. E kur ta kryjnë edhe shkollën e mesme, dalin me disa informacione dhe njohuri ma shumë se sa të shkollës fillore. E kur ta kryjnë edhe fakultetin, fitojnë informacione dhe dituri edhe ma shumë se sa atë që ka mësuar në shkollë të mesme. E kur kryjnë magjistraturë dhe doktoraturë, avancohen në dituri. Kështu duhet me e kuptu Ramazanin. Çdo Ramazan që na kalon neve, na duhet të dalim prej Ramazanit më të mirë. Na duhet të dalim prej Ramazanit me informacione dhe dituri më të mëdha. Na duhet të dalim prej Ramazanit me rutina të reja të cilat do t'i vazhdojmë pas Ramazanit dhe kështu me radhë derisa të takohemi me Allahun subhanahu wa taala. Ramazani është një shkollë, është një moment, është një çast, është një mundësi nga ana e Allahut subhanahu wa taala që për një periudhë të shkurt kohore, një mujorëshe, 29, eventualisht 30 ditë, besimtari të edukohet me edukim shumë të madh. Besimtari të bëhet tërbije me tërbije të madhe. Tërbije e cila I le gjurmët e saj deri në vdekje. E kjo mundësi është në Ramazan. Le të mundohemi që kur dalim për këtij Ramazanit të dalim me disa rutina të reja. Qoftë ajo edhe një rutinë. Në mundu besimtarët kur dalim për Ramazanit, mas pakti me dal me një rutinë të re. Çka kam për qëllim me një rutinë të re? Me dal me një vepër të vazhdueshme të re, që se kemi pas para Ramazanit. Ai që se ka bërë dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes,
me dalë për Ramazanit mas pakti, po thamë, mas pakti që pas Ramazanit me pas rutinë ditore të vazhdueshme deri në takimin me Allahun, dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Ai që e ka dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, më mundu që me dalë me faljen e 12 sunetve gjatë ditës dhe natës. Ai që i ka këto, më mundu që të jetë i vazhdueshëm deri në takimin me Allahun me faljen e vitër namazit. Ai që s'ka bo dhikr shumë, më mundu që me alon vetës vetë një rutinë, po thamë, mas pakti një, mundësia është edhe për ma tepër, po mas pakti një, dhe të mundohemi që në përzgjedhjen e këtyre rutinave ta marrim më të mirën, atë e cila është më e dobishme për neve, atë e cila është më përparsore, ajo e cila është prioritet në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhikri. Ata që s'kan pas rutinë të dhikrit gjatë ditës, të mundohen që pas Ramazanit ta bëjnë një rutinë ditore për me përmend Allahun, special me përmend Allahun xhel xhelaluhu. Ata që s'kan qenë të vazhdueshëm leximin e Kuranit, të mundohen që pas Ramazanit ta bëjnë rutinën ditore të lexojnë Kur'an. Ka sa me lexu Kur'an, sa dush lexo Kur'an, veç me lexu për ditë. Një faqe, 2 faqe, 5 faqe, 10 faqe, 1 gjuz, 2 gjuza, sa i ki mundësi, vetëm se për ditë me bo. Edhe në qoftë se ajo është një vepër. Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur te Allahu është vepra e cila është e vazhdueshme, edhe në qoftë se është pak. Edhe në qoftë se është pak. Rastisim të ndëgjojmë apo të shohim persona, apo të na informojnë neve persona, të cilët prej momentit kur Allahu ja ka mundsu me bohat me njëherë, të hoxha, apo të hoxhonica, prej burrave ose grave, thot, prej asaj dite, deri sot, e ka mundësi kanë kalu 10-15 vite, unë as nuk shtoj, as nuk paksoj, i lexoj për ditë ka 2 faqe Kur'an. 2 faqe. Mundësinë e ka për 2 faqe. Ama 15 vjet, shumë faqe janë. 15 vjet, shumë faqe janë. 15 vjet për ditë me fjalën e Allahut. 30 vjet për ditë me fjalën e Allahut. Një jetë për ditë me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka më rëndësi sa faqe i duke falë, sa herë duke bo dhikr, nuk ka më rëndësi shumë numri, edhe pse është e rëndësishme. Mirë po, më rëndësi është ti për ditë e përmendë Allahun. Ti për ditë a je i lidhur me Allahun jashtë farzeve. Jashtë 4 sunetve drekës me diçka tjetër, a je i lidhur me Allahun subhanallahu. E Ramazani është shanca më e mirë që na dalim më të mirë, që na dalim më të avancuar në diturit tona, në veprat tona, në përmirësinë e gjendjes tonë për mas Ramazanit. Ramazani pjesa e dërmuese shkoi. Sot është nata e 27. Me mundësi të jetë nata e Kadrit. Pjesa e dërmuese shkoi. Allah më fal neglizhimet dhe lëshimet që i kemi bën këtë muaj. Allah më pranoft ato që i kemi vepruar për punëve të mira. Allah më mundësof që këto ditë që kanë mbetë shumë pak, e jeta jonë është komplet shumë pak, po këto që kanë mbetë shumë pak, të mundohemi të shfrytëzojmë. Në qoftë se s'kemi lanë dhe s'kemi bërë një jetë ndonjë rutinë gjatë këtij muaji, sot, tash, prej këtij momenti, me fillu, me meditu, ku e ki mangësinë tënde, ku i ki lëshimet tua, cila është puna prioritet në jetën tënde, në fenë e Allahut që ta bësh, bële një jetë me vë. Pitash, bële një jetë që t'jesh i vazhdueshëm një punë të mirë. Tha Ahmed ibn Hanbali, Imam Ahmedi, Allah më shiroft, "Wala tasghiranna saghiratan fa inna al-jibala min al-hasa." Asese, mos i nënçmoni punë të vogla. Mos thuni, "Hobe se kjo e vogla, do një sen më të madh." Fa inna al-jibala min al-hasa. Për shkak se kodrat e mëdha janë prej guralecëve të vegjël.
Vepra është e vogël, ama për atë të cilën një duke e bë, ai është i madh, subhanahu wa taala. Lusim Allahun që Allah të pranon veprat tona. Lusim Allahun që Allah të përmirëson gjendjen tonë. Lusim Allahun që Allah të na zbukuron, të na edukon me moralin dhe edukatën e Kur'anit. Në mëson Allahu fejt, në hap kuptim të fejs Allahut subhanahu wa taala. Këtu me neve kena disa vllazni prej hoxhallarëve dhe hafizlerëve. Do të mundohemi ja dham fjalën të gjithëve ka pak me përshëndet mejlisin, Allahu nderoft. Këtu me neve është hoxha Rifat, Aliofti prej Struge, është edhe hoxha Ruhit prej Gostivari, është edhe Hafiz Arbeni, ka edhe vllazni tjerë. Falimenderimi takon Allahut subhanahu wa taala, salatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit vllaznive nga Shkupi që e kanë organizuar këtë iftar. Allah i shpërblef me xhennetul firdaus. Kështu si falenderojmë njerëzit, duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Se udhëzimi është sendi më i shtrenjtë që mund të na japë Allahu subhanahu wa taala. Sa prej njerëzve janë devijot, sa prej njerëzve nuk janë as ka namazi, as ka adhurimi Allahut, janë në për rrugë të këqija. Duhet ta dim këtë udhëzim se sa vlerë ka. Me njeriu me nuk pas as një send në dinja, me qenë fukaraj ma i madh, me nuk pas shok, me nuk pas familjar, me nuk pas as një pozit në dinja, nëse ka tauhidin edhe ka besimin në Allahun subhanahu wa taala, ai është fituesi ma i madh. Kurse një njeri me pas këtë dinjën në dorë, edhe nuk e ka udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, ai është i humbur për gjithmonë. Ta falimenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë udhëzim që na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk e kina udhëzuar vetën tonë. Allahu na ka udhëzuar neve. Thot Allahu subhanahu wa taala, wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allahu i udhëzon në rrugën e drejtë, cilin e don Allahu subhanahu wa taala. Nuk i udhëzon ato njerëzit që nuk e meritojnë udhëzimin Allahu, nuk i udhëzon ato njerëzit. Ato si e kërkojnë devijimin Allahu subhanahu nuk i udhëzon ato njerëzit. E falimenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë udhëzim. Pastaj duhet me qëndru deri vdekje në këtë udhëzim, se ka pas njerëz ma udhëzom se ne. Doshta ato na kanë bën neve davet, doshta ato na kanë mëson neve islamin, pasoj të kanë deviju, kanë shku në për partia, në për kufriate, në për shirke, në për disko, doshta e kanë lënë namazin, e kanë lënë fejen islame komplet. Thot Allahu subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuro Allahun subhanahu wa taala, Zotin ton, derisa të vijë momenti i fundit, momenti i vdekjes. Pastaj është rahatia për muslimanin. E treta, ta kina frikë devijimin. Ta kina frikë devijimin se cili prej neve mund devijone. Një mëkat i vogël mund të jetë shkak për devijimin ton. E lusim Allahun subhanahu wa taala të mos na devijone deri në frymën e fundit. Pejgamberi Allahu subhanahu wa taala ka bësh shpesh dua, ja muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, o rretulluesi i zemrave, ka lut Allahun, rretulloma ose qëndroma zemrën në fejen islame. Boma të qëndrueshëm zemrën në fejen islame, se zemra sot e don islamin, nesër mund të jesh pjative që nuk e don islamin. Që tash e don Allahun subhanahu wa taala, e don tauhidin, i don muslimanët, pastaj zen ti dush partiashët, zen dush diçka tjetër pos Allahut subhanahu wa taala, Allahu na rujt. E katërta, therim njerëzit në rrugën e Allahut. Mos i lëjmë miqtë tonë afërmit ton që devijojnë ka rruga e Allahut. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, nëse dini edhe një hadith, një ajet, një fjalë për meje, transmetoni të njerëzit. Me i shputun njerëzit nga zjarmi i xhenemit bëjnë sebeb. Pse? Me udhëzon një njeri me dorën ton, është e më mirë sa me pas një fush me deve të kuqe. I ka thonë pejgamberi s.a.s. Aliut radian, o Ali, nëse udhëzohet dikush me dorën tënde, është më mirë se sa me pas një fush me deve të kuqe. Deve të kuqe, një deve kushton 100.000 euro, prej 100.000 euro fillon. Një fush me deve të kuqe doshta janë 10-20 milion euro. Një njeri me udhëzo me dorën tënde kushton më shumë se 10-20-30 milion euro. E tash njerëzit sa mundohen për dinja, edhe sa mundohen për ahiret. Inshallah jena ative që i thirim njerëzit në rrugën e Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikme. Thirr në rrugën e Allahut me hikmet, me urtësi dhe me dituri. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzojë më shumë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mos na devijojë pas udhëzimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na bashkojë me sahabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Allah e shpërblet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala khayri khalqi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Prvo mesto vose koja je jedna prigoda i prilika zahvalnost da mu pripadi samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavatu selam od mirot i spason neka bida na naši od pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familja, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunnet den. Во почеток голема захвалност до Аллах Đelešanu što ni овозможи да се собериме во ова место. Аллах Đelešanu да ги награди сите кои учествува во ова, кои зедоја учество во ова нешто. Ова е добра гледка кога гледаш вака како браќа од многу места се собрале во едно место ради Аллах Đelešanu. Во овие последни моменти од овај месец Мубарак, од овај месец Рамазан, да бараме од Аллах Đelešanu да ни ги правит кабул нашите ибадети, нашите постови. Да не престануваме со нашиот ибадет во овие 2-3 дена што остануваат, него да го зголемиме нашиот ибадет. Затоа што досега Аллах Đelešanu ослободил многу робови во овај месец од огнот на Джехеннем. Али ние не знаеме дали сме од тие ослободените. Затоа да не губиме надеж во овие 2-3 денови што остануваат, него да бараме од Аллах Đelešanu да не ослободи од огнот на Джехенем. Кога Аллах Đelešanu го ослободи на некој од огнот на Джехенем, никогаш нема да влезе повеќе во огнот на Джехенем. Добра прилика и можност се овие неколку денови што ни преостануваат од овај месец Мубарак, да направиме секој еден со себе си хесаб, попис. Каде оди мојот живот, Што јас имам подготвено ако Аллах Đelešanu ми ја земат мојата душа вечеров, Што ако јас утре не се разбудам во оваа дујна, бидам во гроб, Секој еден е должен добро да направи хесаб во овај месец, како секој еден бизнисмен, тарговец, кој еднош годишно прави хесаб за неговиот бизнис. Верникот е должен често да прави, ама добра можност е овај месец да направиме хесаб со себе си, Во кој правец се движат нашите животи, Што сме подготвиле за средбата со Аллах Đelešanu? Што сме подготвиле за ахирет, Ова е добра шанса. А воедно и добра прилика да направиме или да поставиме некои цели, на кои цели ќе работаме иншааллах до наредниот Рамазан, ако Аллах ни дај живот. Верникот не сме да живее живот без да постави цели и да работат на тие цели кај него, Не сме да работат без да знаат што правит, Не сме верникот да губи ниеден момент од неговиот скапоцен живот. Овој скапоцен живот се дават едношка и немат поправен испит за него, Затоа добро треба да направиме план, програма што напред во нашиот живот, Да знаеме каде сме попуштиле, а овај месец воедно, Рамазан, како кажа Оџа, е добра школа. Една од пораките кои ни ги праќа на нас е дека да, ти можеш. Да, ние можеме да се промениме, Можеме да бидиме подобри, Ова доказ. Можеме да правиме повеќе ибадет, да. Можеме да оставиме некои лоши навики кај нас, да, можеме, И оставивме, многу, Ги оставивме од имсак до ифтар многу лоши навики, И тоа ни покажа на нас дека можеме. Утре кога ќе дојде шејтан и да нечи, не можеш ти терај така, јас можам да се поправам. Можам да бидам подобар верник, Можам да правам повеќе ибадет, Овај месец ни е даде таа порака дека ние можеме да се подобриме, Можеме да бидиме подобри, Само треба да вложиме труд, да поставиме цели и да тераме по тие цели и во овие последни денови да не омалаксвиме, Да не губиме енергија, него да го дадиме целата енергија што го поседуваме кај нас во овие финални моменти. Како знаеме, можеби вечер од 27-та вечер, можеби Лейлетул Кадар, или утре, или заутре, Аллах знае кога, да дадеме максимум од нас, Ти што си бил немарен, немој да кажеш, ти што си бил ленлив. Не бе, јас до сега поминав во ленливост, ќе продолжам така, не. Зголеми го твојот ибадет. Пегамбар алейхи селам и сахабите го зголемувале ибадетот во овие последни денови. Зголеми го и ти, Бара од Аллах Đelešanu да ти се смилуват за тие твои гревови. Кажи му ги твоите гревови на Аллах Đelešanu и барај опрост. Признај му ги твоите гревови на Аллах и скрши се пред Аллах.
Allah Đelešanu sakat kога неговите робови бараат опрост од него, ане. Какви и било гревови да имаш, барај опрост од Аллах. Аллах е тој кој е најмилостив, кој ги опростува сите гревови, ане. Повторно барам од Аллах Đelešanu да ни прави кабул сите ибадети, нашиот пост, нашите ибадети, нашите тилавети, сите тие ибадети, Аллах Đelešanu да не направи од тие кои ќе бидат ослободени од џехеннем, иншаллах. Му давам збор, иншаллах, на Хафиз Арбен Идризијан. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun për gjitha të mira që na i ka dhënë. E lutim Allahun që të na pranon veprat tona, ibadetin tona, xherimin, namazin, këtë ibadetet që i bëjmë. Allah na mundësof që me që na i kënaqur me neve, edhe të na ruan nga hidrimi i tij. Nëse Allah është i kënaqur me një rob, s'ka më mirë se ajo. Dhe nëse Allah na rujt, Allah është i hidhur me dikon, nuk ka më keq se ajo. Ju përkujtoj me disa ajete të surës Dhariyat, të surja e cila ju krejtë e dini një ajet mirë të njohur edhe shpesh përmendur, ku Allah e përmend thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju njerëzit dhe xhinët përveç se të më adhurojnë. E keni dëgjuar këtë ajet shpesh, ky ajet gjendet në surën Dhariyat. E ibadeti kërkon punë, kërkon angazhim. Disa prej këtyre vepra ibadeteve ka përmend Allah në po të njëjtën sure. Dhe ka përmend Allah thot: "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Të devotshmit janë në xhenete dhe në burime. Xhenet, akhidhina ma atahum rabbuhum. Aty do të marrin atë që Allahu ju jep. Kush janë të devotshmit? Allah i përshkruan në vijim pas këtyre ajeteve, thot: "Innahum kanu qabla dhalika muhsinin." Ata ishin para kësaj njerëz vepërmirë. Para kësaj, do të thonë para xhenetit që i bën jetën e kësaj bote. Pra ishin vepër të mirë, devotshëm me iman, kuptohet me tauhid, pastaj vepër mirë. Wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Dhe ishin që pak flenin. Pak flenin, jo që kanë net vetëm zgjut, po kanë net zgjut për të bërë ibadet, për të adhuruar Allahun, për të falë namaz natë, për të bërë dhikr, lexu Kur'an, bërë dua, edhe kërku falje të Allahut. Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Edhe para syfyrit kërkojshin falje. Pastaj përmendën edhe disa prej cilësive, po këto i përmendën tri me qenë vepërmirë, me flet pak me bëj ibadet, edhe pak para syfyrit me kërku falje. Këto duhet besimtari me qenë cilësitë besimtarit gjatë të jetës së tij. Po sidomos këto netët ku na po jetojmë tash. Këto 10 net e fundit e ma kanë me edhe 2-3 net e fundit, prandaj ju këshilloj vetëm asfalin dhe gjithë juve që me shfrytzu maksimalisht këto momente, kur sa maksimalisht më mundu çdo moment, çdo sekond me shfrytzu, mos me hik kur gjë, përveç se më drejtu Allahut, më shtru mirë plotësisht, me shpresu pastaj që Allah me qenë i kënaqur me neve. Kjo ka këshilla ime nda juve, kurse për vazhdoj muhabetin fjalimin për mi u dhënë një lajm të mirë, një përgëzim, një myshde, edhe pse s'kam ja tregu lajmin plotësisht, kam ja lënë gjysmë. Pjesën tjetër e tregojmë namazin e natës. E kështu që ata që nuk vinë, më dhimeni, se s'keni me marrë vesh komplet, keni me marrë vesh ma vonë. Para një javë ose 10 ditëve, do është Allah na e pravu më vonë, e tregum lajmin që mesin tonë mëzanësit që tërët mësojnë të ne, njëni për tëre ka dalë hafiz të shdo. E tash, do m'ju lajmëru që jo një hafiz, po inshallah sot kena mi të regu, kemi promovu 2 hafizlerë. Ka dashtë Allahu që numri tonë një shtu edhe 2 hafizlerë të tjerë. Mirë pa emrat, si ju të regoj saq. Emrat i mirë një vesh, sante inshallah. Allahu thot: "Bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thot, dhuntit e Allahut dhe mëshirën e tij, gëzohuni. Kjo është më mirë se ajo që ju e grumbulloni. Çka do që të grumbullot për pasurisë, nuk është shumë e vlefshme, se sa këto lajme të mira, edhe këto ibadete që bëhen. E lutim Allahun që Allahu t'ja pranon atyve 2 hafizlerëve 3 veprën që jep të mira, të jetë ajo argument për to, edhe jo kundër tyre, edhe të punojnë me atë që e kanë mësuar prej Kuranit.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.